Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti puthet me një tjetër brenda shtëpisë, shpërthen në lot Egli. Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Gjesti ka hapitur banorët me një veprim të pazakontë dhe qesharak. Teksa shijonte muzikën në sfond, ai u afrua pranë një muri dhe për habinë e të gjithëve nisi ta puthte atë. Ky moment shkaktoi të qeshura mes banorëve, veçanërisht tek Egli, e cila ishte e pranishme në atë çast. Gjesti duket se e bëri këtë veprim me qëllim që të tërhiqte vëmendjen e saj, pasi që nga rikthimi i Eglit në shtëpi, ata nuk kanë pasur ende një përballje përveç atij të prajmit të dieshëm. Pas veprimit të tij, ai u kthye nga banorët dhe me një ton të menduar, la të kuptojë se gjesti i tij mund të simbolizonte një dëshirë për të puthur Eglin.